A e kuptoni se çfarë po ndodh ditën e sotme këtu te Akademia e Artave apo se kuptoni më? Këtu në këto momente po bëhet një konferencë shtypje sepse pedagogët po lajmërojnë që sot ka bojkot të mësimit. Kështu që dua t'ju fuz 2 sekonda të ambientit që të kuptoni se çfarë po ndodh. Përpara dua t'ju tregoj këtë tabelën që familja Sari ka shfaqje, kështu që duhet vini ta mbështesni artën duke e parë dhe duke bërë bileta. Po t'ju fuz tek momenti që po bëhet konferenca. Pagesa mësimore sot është maksimumi 10.000 lekë të vjetra apo 5.000 lekë apo 6.000 lekë pas taksave, kjo është e duhshme. Kjo situatë që sapo pash këtu te holli i Akademisë së Arteve më trishtoi me thënë drejtën, sepse pash që kishte emra artistësh shumë të mëdhenj dhe më erdhi zor nga vetja që ky shtet nuk ja plotson kërkesat që ato kanë. E kuptoni më? Janë artistë të mëdhenj dhe dalin për të kërkuar të drejtat e tyre, siç janë rritje pagash ose rritje të orëve të mësimit për pagesat që ato do të marrin. Po se çfarë kërkojnë ato tamam, ju këshilloj që të shikoni lajmin zyrtar ndarke për të kuptuar tamam se çfarë po ndodh këtu. Kaq ishte video për momentin, shihemi prapë nesër.